Serbia ka futur raketat kineze në arsenalin e saj dhe Ballkani nuk është më njësoj. Te su rakete razorne moćice. Me aftësi ajër-tokë dhe rreze qindra kilometra, ato e vendosin Serbinë në krye të rajonit për kapacitete të tilla ushtarake. Ky lloj veprimi do të ketë një kundërveprim. Dhe me gjas mund të ndezë një garë armatimi në një rajon ku historitë e tensioneve nuk kanë mbaruar. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Gara në armatim ekziston prej shekujsh, por pas luftës së dytë botërore mori formë globale dhe sistematike, sidomos midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Armët bërthamore, raketat balistike dhe avionët luftarak transformuan mënyrën e konceptimit të fuqisë në vitet që pasuan. Sot në rajonin e Ballkanit Perëndimor, lëvizjet e Serbisë dërgojnë paralajmërime serioze. Ky vend, partner i NATO-s dhe kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, bleu raketa balistike supersonike nga Kina për forcën e tij ajrore. Kështu u bë fuqia e parë në Evropë e pajisur me raketat ajër-tokë CM-400 AKG, sipas presidentit serb Aleksandar Vučić. Mi smo uspešno izvršili E kemi bërë me sukses integrimin e raketave kineze në avionët rus MiG-29 të gjeneratës së 4. Këta janë sot ndër avionët më të mirë në Evropë, ndoshta edhe në botë. Raketat ajër-tokë nënkuptojnë goditjen e objektivave në tokë dhe kanë fuqi shkatërruese. Ciljeve na zemlji, te su rakete razorne moćice. Reagimet ishin të shumta nga fqinjet që luftuan kundër Serbisë gjatë luftrave jugoslave të viteve 1990. Kroacia, sot antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, e konsideroi blerjen e raketave kineze si kërcënim për stabilitetin rajonal dhe shenjë të rritjes së garës së armatimit në Ballkan. Ndërsa Kosova akuzoi Serbinë për tendenca hegemoniste ndaj fqinjve. Këto dy shtete, së bashku me Shqipërinë, nënshkruan në mars të vitit 2025 një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, të cilën Vučić e sheh si kërcënim të drejtë për sigurinë e Serbisë. Nuk ekziston asnjë arsye tjetër për bashkimin e tyre, vetëm Serbia. Ne po përgatitemi për sulmin e tyre. Ata nuk synojnë të mbrohen, por të sulmojnë, po formojnë aleancë ushtarake për të na sulmuar. Vučić nuk paraqiti asnjë provë për këto pretendime, të cilat Zagrebi, Prishtina dhe Tirana i hedhin vazhdimisht poshtë. Ai tha vetëm se forcat armatosura serbe kanë në dispozicion edhe armë të tjera të sofistikuara që nuk mund të bëhen publike. Për njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, këto mesazhe dërgojnë sinjale frike dhe pasigurie në rajon, rrisin perceptimin e kërcënimit dhe shtyjnë vendet fqinje drejt forcimit të kapaciteteve mbrojtëse. Kjo dinamikë, sipas tyre, mund të shndrohet lehtësisht në një spirale të re armatimi, ku çdo veprim prodhon kundërveprim dhe tensionet vetëm se rriten. Redion Qirjazi, ekspert i sigurisë në Shqipëri, vend antar i NATO-s, thotë se raketat kineze japin Serbisë mundësi të reja për të projektuar fuqinë dhe ndryshojnë balancën e sigurisë në rajon. Ato nuk janë thjesht mbrojtje, siç pretendon blerësi, por zgjasin kapacitetet ushtarake në distanca të largëta. Këto raketa kineze janë në thelb me precizon shumë të lartë dhe karakteristika tjetër e veçantë të tyre që për cilën vlen të shqetësohet është shpejtësia e lartë e tyre. Po flasim diku tek Mach 4, Mach 5, pra deri në 6.000 km/h, që futen në kategorinë e raketave të vështira për të interceptuar. Në Ballkan, Serbia mban tensione të hapura me Kosovën, ndaj secilës ka pretendime territoriale, me Kroacinë dhe her pas here me Malin e Zi. Marrëdhëniet e saj me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut janë më të qeta, ndërsa lidhja me Republikën Srpska në Bosnjën dhe Hercegovinë mbetet një rast i veçantë që dallon nga pjesa tjetër e këtij shteti.
Blerjet e raketave kineze, sipas Kadri Kastratit, ekspert ushtarak nga Kosova, tregojnë qartë tendencën e Serbisë për t'u pozicionuar si aktori më i armatosur dhe më dominues në Ballkan dhe për ta mbajtur rajonin gjithmonë në teh të destabilizimit. Gjithë këtë armatim Serbia është duke bërë për të hyrë një garë, sepse kjo ka filluar qysh moti një garë me Kroacinë, mund të them, me furnizimin me aeroplan të Rafale që Kroacia i bleti nga Franca, pastaj edhe Serbia shkoi presidenti Vučić me presidentin Macron dhe bëri një marrëveshje për blerje dhe kjo është një garë mes tyre dy shteteve. Edhe pse pretendon neutralitet ushtarak, Serbia është ushtria më e shtrenjtë në Ballkanin Perëndimor. Vetëm në vitin 2024 shpenzoi $2.2 miliard, rreth 5 herë më shumë se Shqipëria, antare e NATO-s, sipas të dhënave të Institutit të Stockholmit për kërkime mbi paqen SIPRI. Serbia shpenzon dukshëm më shumë edhe se Kroacia, e cila gjithashtu është antare e NATO-s. Sipas SIPRIt, dallimi në shpenzimet e mbrojtjes midis këtyre dy vendeve arrin në qindra miliona euro çdo vit. Pas pushtimit rus të Ukrainës, Serbia i ndryshoi burimet e saj të armatimit duke ju drejtuar Kinës për dron luftarak dhe sistemin raketor antiajror FK-3, por nuk ndaloi as blerjet nga Perëndimi si Shtetet e Bashkuara dhe Franca. Në deklaratat e tij, Vučić i kushton vëmendje të veçantë sidomos forcës ushtarake të Kroacisë në vitin 2024, kur Serbia bleu avion luftarak shumë funksional Rafale nga Franca. Ai ironizoi duke thënë se kur Kroacia bën të njëjtën gjë, është lajm i mirë për rajonin, ndërsa kur Serbia i blen, bëhet tragjedi. Ne nuk krijojmë probleme askund, as nuk i planifikojmë, as nuk i synojmë. Ky është një sinjal i madh i besimit mes Francës dhe Serbisë. Ne vetëm duam ta ruajmë vendin tonë. Želimo samo da sačuvamo svoju zemlju. Katarina Gjokić, hulumtuese në Institutin e Stockholmit për kërkime mbi paqen, thotë se krahasimet mes Serbisë dhe Kroacisë duhet parë me kujdes. Kroacia si antare e NATO-s planifikon kapacitetet e saj ushtarake brenda aleancës dhe ndjek detyrat përkatëse, ndërsa Serbia vepron jashtë këtij mekanizmi. Gjokić thotë se ekziston një tendencë elitave politike që të shikojnë përtej kufirit dhe ta përdorin armatimin e fqinjve për të justifikuar zgjerimin e fuqisë së tyre. Ajo që është shqetësuese kur bëhet fjalë për Serbinë, Kosovën dhe Kroacinë është fjalori i papërgjithshëm i elitave politike që rrit tensionet në vend se të shfrytëzohen mekanizmat ekzistues rajonal ose të krijohen të rinj për komunikim dhe zgjidhje të problemeve. Thjesht ekziston një prirje për të shkuar drejt rritjes së tensioneve, gjë që mund të jetë rrezikshme sepse edhe te qytetarët krijohet ndjenja e pasigurisë dhe frika se çfarë mund të ndodhë. Osjećaj neizvesnosti i osjećaj straha i pitanje šta će se desiti. Qiriazi paralajmëron se një klimë e tillë tensionesh dhe mosbesimi mund të çojë në interpretime të gabuara nga pala tjetër, duke nxitur reagime të shpejta dhe të pakontrolluara. Kjo rrit rrezikun e përshkallësimit edhe pa një qëllim të drejtë për konflikt, një situatë të cilën Qiriazi e përkufizon si keq llogaritje. Kemi parë, le të themi, në konfliktin e fundit midis Izraelit, Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku argumenti ishte që ne kishim prova që Irani do sulmonte i pari, prandaj goditëm parë, ose kishim prova që Saddam Husseini kishte ka qëllim të ndërtojë armë bërthamore dhe do t'i përdor ato në të ardhmen ndaj vendeve aleate në rajon dhe prandaj do të veprojmë. Pra ky është ajo spiralje e sigurisë dhe përshkallëzimi, Në përgjigje të blerjes së raketave kineze, Bashkimi Evropian, ku Serbia synon të antarësohet, tha se vendi duhet të bëjë zgjedhje të qarta strategjike në rrugën e integrimit. Ndërkohë, NATO-ja, partnere e Serbisë, nuk ju përgjigj interesimit Radios Evropa e Lirë për mënyrën se si e sheh bashkëpunimin e vazhdueshëm të Beogradit me Pekinin. Në muajin maj, Aleanca Perëndimore do të mbajë stërvitje të përbashkëta ushtarake me Serbinë në poligonin Borovac, pranë kufirit me Kosovën.
Në një postim në rrjetet sociale, komanda e forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli tha se stërvitja do të zhvillohet me ftesë të Serbisë. Sipas saj, ajo forcon bashkëpunimin praktik dhe mbështet stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Për Qiriazin, kjo dëshmon se Serbia ndjek strategjinë e lojës me disa porta. Nga njëra anë i hap derën Kinës për të rritur ndikimin në rajon dhe nga ana tjetër bashkëpunon me Perëndimin për të krijuar një lloj varësie të ndërsjellë. Një strategji që do të thoja ka qenë karakteristike edhe e ish Jugosllavisë me Titon, ku mbante partneritete dhe aleanca me shumë aktorë të ndryshëm strategjik në mënyrë që të krijonte një varësi të superfuqive ndaj këtij vendi. Sipas Qiriazit, kjo qasje jep Serbisë më shumë hapësirë manovrimi dhe i vendos aktorët ndërkombëtar në një pozitë më të ndërlikuar në rast të konfliktit të mundshëm. Gjokić pajtohet, por vë në pa edhe një aspekt tjetër. Jedan od razloga zašto mnoge države nabavljaju... Një nga arsyet pse shumë vende sigurojnë armë nga Kina është se ato janë më të lira. Rasti i Serbisë është pak më specifik në aspektin gjeografik, sepse ajo ndodhet në Evropë dhe prej saj ka pritje të tjera. Unë, për shembull, merrem me Afrikën Perëndimore dhe e di se atje ka shumë vende që kanë marrëdhënie të shkëlqyera me BE-n dhe në të njëjtën kohë sigurojnë armatim nga Kina, sepse është më i lirë. Nabavljaju naoružanje od Kine zato što je jeftinije. Vučić nuk zbuloi çmimin e raketave kineze CM-400 AKG, të cilat mund të bartin deri në 200 kg material shpërthyes, por i përshkroi si shumë të shtrenjta. Sipas raportit të fundit të SIPRit, blerjet e armëve në Evropë janë rritur ndjeshëm, duke bërë kontinentin rajonin më të madh importues me një rritje prej 210% midis periudhave 2016-2020 dhe 2021-2025. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë rritur dominimin në eksportet e armëve, me Kosovën një prej klientëve të shumë të tyre. Zyrtarët kosovar të mbrojtjes theksojnë se blerjet e armëve bëhen ekskluzivisht nga aleatët e NATO-s. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.